ti ke fëmijët në krah. E kupto? Unë nuk e di se kur shkohet në varrim, shqiptarët marrin kalamajt me vete. Biles ne kena pas zakon. Fëmijët smerin. Jo vetëm smereshin, por kur fëmijët që ishin të familjes, largoheshin, qoheshin ke komshiu, qoheshin ke fisi, qoheshin që mos dishin aty. Merës dikush tjetër. Tash ti me kalamo me karrocë. Ti me kalamo në krah, ti me kalamo Grashta zana. Po më vjen me arkivol, tash çfarë ndjesë je ti e arkivoli? Ma thoj çfarë ndjesë je ti e arkivoli? Nuk jetë ndjesit mirë. Për çfarë do lloj arsye mund ta bësh? Për ndjesi nuk ta jep mirë kurrë. Po më ka thënë ky Par ne po të them, nuk është se i printurmës mu në shesh, arkivoli gjyrë bezh. Është protest apo kortezh? Po të thash pra nuk ta jep, nuk ka nevojë ta mendosh me landi. Qartë. A të shko mendja vetë. Unë gjykoj se çdo njeri të paktën minimalja që ka jetuar dhe përjetuar 98-ën, në atë moment, për mua, çdo njeri ka shku menja të ajo ditë. Në gjëja parë që në memorien e çdo njeriu është kjo. E kujt ka qenë ideja? Kush trego aty kush ka qenë ide? Aty s'tregojnë, aty kanë frikë me tregu se kush janë organizatorët. Pa një protest që ti nuk, nëse do të bësh një sugjerim, supozoj, do të bësh një sugjerim, ti nuk di se kujt do të shkosh të ja bësh sugjerime, me këtë do flasësh.